Sot ata janë në një ankth shumë të madh. Ankthin e njojës pensionit. Një pjesë e tyre kanë dalë, një pjesë e tyre po dalin, një pjesë shumë e madhe do të dalin mbas pak. Dhe nuk kanë asnjë garanci që vite të tëra gjaku, djerse, lotësh për të krijuar një jetë të re për fëmijët e tyre, do t'ju kthehen spaku në njojen e pensionit tyre, sepse ata kanë punuar shumë. Kanë punuar shumë dhe në të zezë, si Sklever, por kanë punuar shumë dhe kanë paguar shumë edhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Dhe nuk e kanë sot sigurinë e pensionit. Tani, për ta pasur atë siguri, duhet që qeveria greke të merret vesh me ne dhe ne të merremi vesh me të. Siç u morën vesh më në fund, po mbas sa kohe. Vite tëra me Italinë. Dhe me Italinë fal marrëdhënies time me motrën time atje. Që atë motër nuk ma solli nëna, ma solli vota. A e kuptoni? Shumë vite. Dhe mbasi u pranua nga ata marrëveshja, ne dolëm thamë bëm, kaluan dhe nuk e di sa kohë, derisa më në fund u mor dhe miratimi, nuk e di, janë 7-8 miratime, i ka ndej, i këtej, edhe mua më thoshin shqipo të ndej na gjinjeve. Se kur janë atje dhe përballë me burokracinë atje, ata e dinë se çeqin. Mirë po nga unë dhe nga shteti shqiptar i duan të gjitha gjërat me njëherë. Nëse s'ka rëndësi kjo, me grekët si do bëjmë? Kemi filluar negociatat. Mund të zgjasin me vite. Por fati e ka sjell në dorën tonë që nëse ne bëjmë atë që duhet bëjmë, tani që i kemi sjell gjërat tek pika ku s'kemi qenë kurrë, dhe tani që ata kanë hapur derën dhe yjet tona janë bashkuar me yjet e tyre, ne mund ta anashkalojmë gjithë negociatën bilaterale me atë pasaport. Se në momentin që Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian, çdo shqiptar merr atë pasaport. Dhe në momentin që çdo shqiptar merr atë pasaport, mund t'ju duket çudi, po është kaq e thjeshtë dhe është kaq e vërtet, ajo pasaporta kuqezi është e mjaftueshme dhe është e barabartë me atë pasaportën bardhë dhe blu nga ana tjetër. Dhe me të gjitha pasaportat e tjera. Me atë pasaport, ajo pasaport të bën automatikisht qytetar të barabartë në çdo metër katror të Bashkimit Evropian. Pensionin, sigurimet shëndetësore, shoqërore, sistemet e mbështetjes, të drejtat juridike, studentët nuk janë më student huaj, nuk paguajnë më nga 10 herë më shumë se sa ata, janë student barabartë njësoj si tjerët, është njësoj.